shumë të respektuara familja Gashi dhe Behra, të nderuar familje të dëshmorëve, i nderuar kryetari i komunës, deputet Kuvendit Kosovës, General Cikaçi, bashkëluftar të Bekimit dhe Dalipit, të nderuara familje Kryshione. Jam i vetëdijshëm se fjalët janë pa mjaftueshme për të përshkruar vlerën e madhe të aktit lijimit të dëshmorëve dhe herojve të kombit, por gjithsesi jam i obliguar që falenderoj shumë familjet Kryshione, të cilat kanë bërë shumë për lirimin e Kosovës. Këtu një falenderim i madh i shkon edhe ideologut të çështjes kombëtare, profesor Ukshin Hotit, i cili ishte biri dhe i madh i Krushës së Madhe dhe biri i madh i kombit. Familjet e dëshmorëve duhet jenë krenare dhe çdo herë ta mposhtin dhimbjen e madhe të cilën e kanë në zemrat e tyre. Por dhimbja duhet të mposhtet me krenarinë, e cila çdo herë duhet jetë më e madhe. Veprën e madhe të dëshmorëve mund ta shpaguajmë ne të gjallët, ne pacarësit e tyre, nëse ne amanetin e tyre çojmë deri në skajt. Ky amanet i tyre asnjëherë nuk guxon të shkelet. Por gjithsesi, ne sot jemi të vetëdijshëm se institucionet e Kosovës janë duke punuar ta çojnë amanetin e tyre në skajt. Jemi dëshmitar të ndërtimit të shkollave, të cilat i mbajnë emrat e dëshmorëve dhe herojve. Jemi dëshmitar të ndërtimit të rrugëve, të cilat janë duke integruar kombin shqiptar. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi dhe respekt familjeve të tyre. Faleminderit.